bashkëpunëtor të dashur që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se këtë vit Albis Partis dhe televizionimi i njohur Blue Sky organizojnë sofrën e shipes me pjesëmarrjen e artistëve nga të gjitha trevat shqiptare. Në mesin tuaj në New York, më datën 22 nëntor në orën 7 të mbrëmjes në Grand Prospect Hall në New York, në Grand Prospect Hall në New York. E miq, përshëndetje nga Tirana, jam Erman Maçi. Ju pres në New York në sofrën e shipes me 22 nëntor. Vëllezër dhe motra në Amerikë, Blue Sky transferohet në sofrën e shipes me 22 nëntor në New York. Investimi është i madh, po i madh tjetë dhe interesimi juaj për këtë aktivitet të rëndësishëm ku do të ketë humor dhe këngë me shumicë. Mos ta bani me prek pension babs. Kam nderin dhe kënaqësinë që me datën 22 nëntor në New York në sofrën e shipes do përfaqësoj qytetin më të bukur të Shqipërisë, Shkodrën. Përshëndetje nga Tirana. Unë e shpata të marketë në një koncert produktor në 22 nëntor në New York, organizuar nga Albis Partis dhe Blue Sky. Unë jam Gazmen Telmendi Gaza, kam deri dhe jem pjesëmarrës në sofrën shqipe cila do mbahet në Shtetet Bashkuara të Amerikës me 22 nëntor dhe jemi në New York. Ja u kujtoj që me datën 22 nëntor në New York, aty ku do zhvillohet sofra shqipe, organizuar nga TV Blue Sky dhe Albis Partis. Jehem shumë e lumtur që do të marr pjesë mes jush në sofrën e shqipes këtu në New York. Për t'ju sjellë juve aromën e portokalleve të këngës tonjate. Miru takosh! Mes të mi, në datën 22 nëntor, së bashku me kolegët e mi, do jemi në New York në restorantin Prospect Hall. Ju vi presim sofra shqiptare. Miqtë mi të dashur, jam shumë i lumtur që në sofrën e shqipes në New York do ta përfaqësoj ulqinin ton të bukur. Për këtë sofrë madhështore falenderoj televizionin Blue Sky. Sponsor general të sofrës së shipes në New York janë Ana Tours Interlines Agency me presidente zonjën Ana Preka, pija energjike më e mirë në treg, B2, Tipim, Blue Sky Windows General Contracting me president zotin Bilal Salaj, Target New York Construction Fine Finish me president zotin Alban Krasniqi dhe Albert Salaj, si dhe restoranti italian Kelcea me pronar zotin Qazim Veliç i njohur si Gjimi dhe Naim Gjon Bala i njohur si Nino. Për rezervime, mund të kontaktoni në numrin e poshtë shënuar.